Një aksident i rënd rrugor ka ndodhur paraditën e së hënës në segmentin Vlorë-Radhim, në zonën e njohur si Kalaja, pranë tunelit të ujit të ftohtë. Një kamionçin që transportonte materiale ndërtimi ka dalë nga rruga, ka thyer barrierat mbrojtëse dhe ka rënë nga rreth 7 metra lartësi, duke përfunduar në brekun me gur pranë detit. Në automjetin ndodhi vetëm drejtuesi i mjetit 62 vjeçari Përparim Kapaj. Ai ka mbetur i bllokuar brenda kabinës pas përplasjes, ndërsa në vendngjarje kanë pritur menjëherë forcat e policisë, efektivët e shqiponjave dhe shërbimet e emergjencës, të cilët kanë ndërhyrë për ta nxjerrë nga mjeti. Në pamjet e siguruara janë momentet kur efektivët përpiqen të hapin me forcë derën e automjetit për të shpëtuar shoferin. Pas dhënies së ndihmës së parë, i plagosuri është transportuar me urgjencë drejt Spitalit Rajonal të Vlorës për trajtim mjekësor të specializuar. Deri tani nuk bëhen të ditura detaje zyrtare mbi gjendjen e tij shëndetësore. Sipas të dhënave paraprake, dyshohet se kamionçina ka humbur kontrollin gjatë lëvizjes duke dalë nga kursia dhe duke përfunduar jashtë rrugës. Grupi hetimor po punon për të sqaruar shkaqet dhe rrethanat e aksidentit, ndërsa priten dhe ekspertiza teknike e mjetit për të përcaktuar nëse ka ndikuar faktor mekanik apo gabim njerëzor.